Pritja e ëmbël ndes rjetin, apo paralajmëron Angjelusha Saliu 7 zëni? Këngëtarja e njohur shqiptare, Angjelusha Saliu, ka trazuar rjetin me paralajmërimin e projektit të saj më të ri muzikor, duke ngritur menjëherë dyshime dhe aludime të shumta nga fansat. Me një titull të jetë emocional dhe domethënës si Pritja e ëmbël, ndjekësit kanë nisur të spekulojnë se pas këtij projekti mund të fshihet një lajm shumë personal nga artistja. Vetë Angji ka bërë të ditur përmes rrjeteve sociale se kënga publikohet sot në ora 15:00, ndërsa vetëm titulli ka mjaftuar që komentet të shpërthejnë. Apo vjen një bebush, mos është 7 zën Angji, kanë qenë vetëm disa nga reagimet që kanë pushtuar postimet e saj. Edhe pse këngëtarja nuk ka dhënë detaje shtesë rreth mesazhit të këngës, fansat janë të bindur se projekti mund të lidhet me një periudhë shumë të veçantë në jetën e saj. Një gjë është e sigurt, Angjelusha Saliu ka lansuar projektin e saj më të ri muzikor, Pritja e ëmbël, ndërsa sipas aludimeve në rrjet, me shumë gjas artistja mund të jetë edhe në pritje të ëmbël.